Përshëndetje, mirë se keni ardhur tek unë. Jo më kohë tu jam veshëm kështu, po jam përshtatur një çik edhe me të ftuaren, e cila sigurisht pati një event shumë të rëndësishëm ditën e hënë, ishte 10 vjetori i AMI Event. Pas pak në këtë studio do të vi Amarda Toska për të folur për eventin, por jo vetëm. Me njëherë pasaj do të vi dhe do të mbërri aktori, regjizori, profesori, siç më pëlqen mua t'i them, Genc Fuga në një intervistë shumë të këndshme. Qëndroni tek unë. Mirë, Ami më në fund të mbërriti dhe tek studio ime, edhe shumë kënaqësi. Mua më duket se kam ardhur nga eventi, kam ardhur drejt në emision. Falenderoj e dashur, edhe pse kemi shtyr pak interviste, po mendoj që ja vleti. Ishte në momentin e dur, apo jo, sidomos kur të vjen një ftesë unë e ruajta, apo stafat për emisionin për ta treguar, sepse ishte vërtet një ftesë shumë e veçantë. E veçantë në fakt edhe mund të përdoret. Mbahen çantë për çdo rast, pasqyra është aty. Nuk do të mungoj asnjëherë. Po, sepse për gjithë ju që akoma nuk i keni parë rrjetet sociale, në fakt ishte konceptuar e tillë. Shiko sa e bukur, një detaj shumë i veçantë. E kujt ishte ideja ta sillnit kështu? Kemi pas shumë ide në fakt me stafin, duke projektuar gjithë eventin në tavolinë. Kemi pasur disa ide për ftesën, por që e finalizuam me këtë pasqyrën. Kemi bërë shumë prova, ka nisur rreth 3-4 muaj më parë projektimi i ftesës dhe mbetëm te kjo. Ishte shumë e veçantë. Unë para në momentin që e kam parë, kam thënë po kjo do jetë. E vendose. Po. Jo, ishte shumë e bukur sepse nuk para e kemi parë detajet të tilla, pasqyra dhe pikërisht prandaj nuk është bërë asnjëherë. e bën diferencë. Mendoj që na takon ta bënim këtë gjë, sepse përveç faktit që jemi në 10 vjetorin ton të AMI Eventit, merremi dhe me këto punë, merremi me organizimet, kështu që patjetër që duhet jeni, po absolutisht. Në fakt do flasim pak për AMI Event që mbushi 10 vjeç apo jo. Disa i kishin përdorur edhe termin bebja jote, krijesa jote, sepse e tillë. Në një formë të tillë, në një përdor në kuptim figurativ. Është e tillë, sepse është një krijesë ka lindur nga ne 10 vite më parë, është krijuar, i kemi dhënë gjithë energjinë, kohën tonë, çdo gjë që kemi pasur mundësi dhe që vazhdojmë akoma ta ushqejmë me të gjitha mundësitë tona për të rritur dhe perfeksionuar. Ditëlindjen e festuat shumë bukur, kishit mbledhur shumë njerëz, apo jo? Si shkoi e gjitha, si t'u duk? Ishte një mbi popullim, do thoya unë, për pak situata doli nga kontrolli, sepse dhe është për të vlerësuar. Unë i falenderoj të gjithë ata që ishin prezent, edhe ata që me një ftesë erdhën 2 apo 3 veta, dhe për këtë fakt më bëhet qefi jashtëmase, sepse tregon interesim, tregon që duan të jenë në festat tona, të festojnë me neve, dhe ku ka më bukur se në një 10 vjetor të kurorëzojmë me kaq shumë të njohur miq, kolegë dhe të gjithë bashkë. Aq më tepër që ne gjithmonë i konceptojmë festat si një show dhe nuk i bëjmë kështu të mërzitshme. E vërtet, ishte një prallë vërtet në gjithë atë, ishte pozicionuar tek muzeu, ku ju në fakt edhe 2 vite më përpara keni zgjedhur pikërisht këtë destinacion për t'i mbledhur të gjithë njerëzit edhe për të festuar edhe aty për AMI Event. Pse zgjedhët prapë muzeu? Mendojmë që muzeu ka pak nga të gjitha. Është gati një vend ideal. Ka madhështinë, ka natyrën, ka lokacionin e dur në qendër të kryeqytetit, ka historinë, i ka të gjitha bashkë. Edhe mendojmë që jo, mbi gjitha kishte hapësirë njerë që të përballonte gjithë ata njerëz. Është e vërtet, sepse nuk bëj fjalë që këto lloj eventesh, në këto përmasa me rreth 2000 të ftuar sa ishin në eventin e 10 vjetorit, mund të bëhen në lokale të zakonshme. Nuk ka as lokal, as territore të tjera që mund t'i përfshijë kaq shumë njerëz. Kështu muzeu është një lokacion dhe le të themi që do jetë një destinacion i AMI Eventit, se e kemi nisur kështu atje. Neve ishim një mbrëmje pa mrekullira aty. Megjithatë sa kohë u desh juve AMI për ta përgatitur gjitha të natë? Në fakt, ne kemi filluar të punojmë rreth 3 muaj, gjysmë 4 muaj më parë për këtë event, ku çdo gjë si fillim projektohet në tavolinë, me stafin, me ide, shumë ide që kanë rënë poshtë, të tjera janë ngritur edhe derisa kemi ardhur në finalizim. Dhe kuptohet, javët e fundit janë ato më intensive, me prova, me sigurisht aty u bë dhe sfilata. Po provat ishin dhe për ty, se si do duke AMI etj, apo jo, që ishte një fustan prallor ai, unë pashë kishe bërë dhe një dedikim shumë të veçantë në Instagram. Në fakt për këtë i dedikohem Ardi Aslanit, sepse ai ishte personi që unë zgjodha për siluar veshjen time në këtë 10 vjetor. Është një veshje që për mua do ketë një simbolik shumë të veçantë, do ta ruaj edhe në dedikimin që bëra në Instagram, thash që do ta ruaj me shumë kujdes, sepse
ka një domethënie të madhe për mua. Është 10 vjetori bebes tonë, që e quajtëm kështu. Me që sa përdor kjo. E falenderoj Ardin sepse ka bërë një punë të shkëlqyer. Ai është artist, kuptohet, edhe është i dedikuar në atë që bën dhe kur ke dedikim, përkushtim dhe talentin, gjërat dalin them në perfeksion pastaj. Absolutisht. Unë doja që dhe regjia na ndihmonte me disa foto që nga përzgjedhur nga të ftuarit, ndoshta ata që ishin pak më të veçantët, ku përmendim këtu zonjën Monika Kryemadhi apo kryetarin e Bashkisë Tiranës zotin Erion Veliaj. Kishte edhe shumë persona, ja, për shembull në këtë foto shohim zonjën Monika, e cila kishte zgjedhur një veshje shumë casual, thoya unë. Siç Monika vetë është në jetën e saj dhe me energjinë e saj karakterizon kjo lloj vetie, kështu që unë për më tepër do doja t'i falenderoja të gjithë, ndoshta nuk kam arritur t'i takoj të gjithë, jo ndoshta, por është e sigurt. Patjetër. Nuk kam arritur t'i takoj të gjithë. T'i kërkoj ndjes, por të gjithë e kuptonin që situata ishte e tillë. Është një cocktail party ku ne i ftojmë njerëzit për t'u argëtuar, për të festuar me ne. Ja, këtu për shembull shihet Eli Fara, Inis Gjoni, Rezarta Shkurta dhe Nada Hoxha. Zonja që unë i kam shumë për zemër dhe i kam patur të ftuar. Po aty shihe shumë personazhe të njohur. Si është bërë lista? Kishte pafund lista. Ju kë vendosët të ftoni në këtë event? Ne në këtë event sigurisht donim të ftonim miqt, kolegët, partnerët tanë të biznesit me cilit na lidh puna dhe kemi krijuar marrëdhënien tonë të 10 vjeçar. Pa diskutim njerëz të spikatur nga fusha e sportit, artit edhe televizionit, po edhe të politikës. Me pak fjalë ishin nga të gjitha fushat dhe fatmirësisht në këto 10 vite, jo vetëm që pas kemi bërë, mendoj unë, punë të mira, duke qenë se feedbackun e morëm dhe kur merr një feedback pas një feste, le ta themi të mirë, nuk po e them me fjalë të tjera modeste, por kur merr një feedback kaq të mirë, mendoj që përveç punës mirë kemi bërë dhe ca miq ndër vite dhe ishin ca si shumë. I falenderoj të gjithë pa mas që ishin impenjuar, që kanë marrë nga koha e tyre, se jeta sot është shumë dinamike dhe përpos ata persona që ishin aty janë njerëz me impenjime, janë njerëz në karrierë dhe i falenderoj shumë për kohën. Më pëlqeu shumë në fakt fjalimi jot që e hapi duke thënë faleminderit që jeni këtu të pranishëm miq, por edhe ndoshta jo fort miq tanët, po njerëz të suksesshëm. Duke qenë sinqert, sepse jo të gjithë ata 2000 veta që ishin aty janë miq tanët, por janë njerëz që respektojnë shoqërinë tonë, janë njerëz me influencë, njerëz të rëndësishëm që ne mendojmë që duhet të jenë në festat tona. Fjalimi mua më pëlqeu shumë, po dëgjoja me shumë vëmendje në fakt kur po flisje ti dhe Ermale, më pëlqeu edhe se si ai e përshkroi fillimin e AMI Event. Ta ishim vetëm 6 apo 7 veta. Disa manager, unë AMI që krijuam të gjithë këtë gjë. Kam qenë unë, Ermali, vllai Ermalit, kemi patur 2 vajza në sektorin e fustaneve të nusërisë dhe një skenograf për dekorin. Ky ka qenë stafi ynë i parë, në ditën e parë që jemi hapur. Pastaj kuptohet të shumë kanë qenë ata që kanë ardhur, kanë ikur. Unë falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e 10 viteve të AMI Event. Jo vetëm ata që janë stafi ynë ekzistues, por gjithë ata që kanë dhënë kohën e tyre, energjinë dhe intelektin e tyre për të krijuar ato gjëra që ne kemi krijuar aty në atë stropullën tonë të bukur. Amin, ne sigurisht kemi qenë me kamerën tonë, kemi intervistuar disa personazhe, unë do doja t'jepnim një report të vogël që kemi shkëputur nga 10 vjetori AMI Event dhe do të rikthehemi pas pak në studio. Për të gjithë ju të cilëve postieri nuk i solli ftesën në formë pasyre, mos e prisni mendjen pasi sot e kemi marrë ne mundimin t'ju tregojmë se çfarë po ndodh në prallën e sotme. AMI Event feston 10 vjetorin e saj dhe kemi ardhur pikërisht këtu për t'ju zbuluar çfarëdo lloj gjë që ka përdodhur këtu sot. Na ndiqni.
Kemi orë këtu që të kalojmë bukur, të shohim që ka t'ja uroj mamit 10 vjetorin. Edhe të shohim që na ka përgatitur për sonte. Është akoma fillimi, po shoh njerëz të veshur shumë bukur, është një atmosferë shumë e bukur. Edhe 100 vjet Amit dhe Ermalit Ami Event edhe paçin sa më shumë suksese. Edhe 100 vjet Ami dhe Ermalit sa më sukses. Çfarë keni veshur sot? Të dy jam i veshur me Elizabeta Franki. Një veshje e thjeshtë, domethënë. Vishemi njësoj. Jo, jeni të dyja shumë të bukura. Tani unë do isha të bëja vetëm një pyetje Sarës, se Sara kishte çik me sikletë të ditë, dhe të fliste. Si po kalon në mbrëmjen e sotme? Shumë mirë. Super. Po kalojmë shumë bukur. Po kalojmë shumë bukur. Më bukur nuk ka, mblidhemi të tërë miq apo të njohur dhe të panjohur, sigurisht që vlerësoj që njerëzit arrin të vlerësojnë çdo lloj eventi ku tash më ftohemi. Fantastike, shumë mirë, më pëlqen jashtëmase shumë edhe do thoja rrofshin këto evente që na mbledhin të gjithë në artistëve, që i mbledhin artistës, ose konsideroj veten artiste se si kanë bërë aq vite akoma. Dasmën tënde kur do e bësh? Dasmën time? Nuk e di, po me Amin do e bëj. Po kaloj shumë mirë. Mendova që isha deli e zez, njeriu i veshur më të merr me xhinse me atlete nga puna. Shumë mirë. Por zbulova që kishte disa shkelës tjerë të kodit, kështu që nuk ndihem aq keq. Eventi doli i mrekullueshëm. Eventin e bën njerëzit. Ne jemi shumë të kënaqur që kemi kaq shumë njerëz miq sot dhe ky është fiksionimi jon, të mbledhim gjithë miq bashkë. Edhe 100 me qëralave të arova më falë që nuk të urova. Nuk arritëm do të merrem të gjitha personazhet prezent këtu për intervistë, por morëm një pjesë të mirë të tyre. Sfilata ishte mbushur me modelet e Grace Model dhe ishte një event fantastik. Do të shihemi sërish prapë për evente tjera. Kalofshi sa më mirë. Besoj se u bindën njerëzit edhe nga reporti që aty kishin qenë personazhe shumë të njohur dhe që ishte bërë një festë jashtëzakonshme. Çfarë më pëlqeu shumë ishte dhe sfilata, që ishte konceptuar ndoshta me këtë teknologjinë e re 3D apo jo. Po. E projektuar. Që prej fillimit dhe në fakt në të gjithë historikun e festave tona ne nuk kemi dashur asnjëherë të shfaqim vetëm një sfilatë të zakonshme, sepse mendojmë që nuk do ketë interes për gjithë ftuarit aty të shohin një sfilatë zakonshme fustane në Usëris. Ne kemi konceptuar festat tona në një trajtën e një mini spektakli ku të gjithë personazhet e njohur të takohen, të kalojnë një mbrëmje të bukur dhe të ikin me një shije të mirë nga festa, sepse jo të gjithë kanë interes për atë lloj sektori. Ndaj kemi dashur vetëm të japim një shije, të ngacmojmë vetëm duke dhënë një shije të mirë, ndoshta me një ngacmim të fortë edhe të një risie, siç ishte këtë herë për shembull videoja e projektuar në 3D, është një teknologji e papërdorur asnjëherë më parë në video mapping, po. Nuk është përdorur asnjëherë më parë në këtë lloj sektori, në fushën e modelingu dhe të sfilatave. Unë e kam parë në fakt ka 2-3 vite që e kam parë në sfilata që ne ndjekim jashtë ku përzjedhim koleksione dhe kam dashur gjithmonë që ta sjell në eventin ton. Këtë vit u realizua. Ishte risi edhe mendoj që ajo ishte një nga pikat kulmore të shfaqjes, sepse nuk ka qenë asnjëherë e tha qëllimi jon sfilata e mirëfill për të treguar koleksionin, sepse ata që janë të interesuar vinë në showroom-et tona dhe mund të shohin aty koleksionin. Absolutisht. Megjithatë vajzat nuk munguan sepse për te faktit që e shfaqëm dhe u shfaqen në 3D në video mapping, pastaj vajzat dolën edhe në pasarel me disa nga fustanet të koleksionit 2018, ka qenë një preview e marrë me një porosi ekstra në kohë më përpara, për ta shfaqur për gjithë ata të pranishmit dhe vajzat që do kenë fatin t'i veshin këtë sezon pastaj. Megjithatë, nëse shohim historikun tuaj, nuk është që vini vit për vit po themi me një sfilat. Preferoni që të vini fuqishëm, siç ishte në këtë 10 vjetor, po nuk është që vini vit për vit
projekt me një fest. Pse keni vendosur kështu? Në fakt, festat tona kanë qenë të lidhura me promovimin e revistës AMI deri vitin e kaluar. Ndërkohë që vjet menduam të bënim një pauzë, duke qenë se dhe revista u shty në kohë nga maj që ne nxjerrim zakonisht doli në periudhën e festave të fund vitit. Kështu që menduam, duke pasur 10 vjetorin këtë vit, menduam të bënim një pauzë për t'ia lënë kurresht e njerëzve dhe për t'i ftuar dhe për t'i argëtuar në këtë 10 vjetor. Por mendoj që vetëm vjet kemi patur një lloj pauze në festat që kemi bërë. Do jetë siç ka qenë një traditë e përvitshme. E kemi lidhur me revistën, këtë vit nuk e lidhëm me revistën, sepse kuptohet që pjesa e 10 vjetorit është më e madhe. Ndoshta vitet e tjera do të vazhdojmë normalisht me revistën edhe festën AMI Event. Megjithatë, duke folur pak edhe për biznesin tënd, vëmë re që ndoshta AMI është pak më e tërhequr tani nga ekrani, në sensin vjen me projekte të cilat sigurisht janë të rëndësishme, përmend këtu Dancing with the Stars. Megjithatë, pasi projekti përfundon, AMI vazhdon punën e saj tek AMI Event. Unë kam zgjedhur Kam zgjedhur të... është përparësi që ti jep biznesit? Po, është eksakt kjo gjë. Kam zgjedhur të bëj televizion me kohë të pjesshme, sepse sigurisht biznesi është shumë dinamik, të merr shumë kohë, do dedikim vetvete. Ndaj mua më jep kënaqësi, është ajo që unë projektoj në të ardhmen time. Ndaj kam zgjedhur që televizionin ta bëj për një pasion timin, ndoshta që vazhdon ende sot e kësaj dite, por që kur nuk ka qenë fakt prioriteti im. Televizioni? Kur nuk ka qenë prioriteti im. Vërtet? Dhe nuk ka qenë ndonjë ego im. Nuk e kam pasur kur egon që të bëj dhe këtë, të bëj atë gjë. Kuptohet që gjërat që kam ndërmarrë t'i bëj, kam dashur t'i bëj gjithmonë në maksimumin e mundshëm mirë, por që kur nuk kam pasur egon që të jem në televizion sepse duhet të jem. Jo, televizioni ka qenë një gjë që ka ardhur tek unë, nuk kam shkuar unë tek ai. Ndaj edhe unë jam tek ty, një pyetje. Ka ardhur sepse unë kam qenë pjesë e trupës baletit në Albinakon, që shumë vite më përpara kam mbaruar shkollën e baletit për këtë punë dhe unë për shembull të mbaj mend tek netët e Verës. E Verës, po. Ishte një produksion i Klanit. Produksioni i Klanit. Ai ka qenë i pari më i madh që mua më spikatën dhe më tërhoqën, por që unë e mora si lojë dhe atëherë nuk e kisha menduar kurrë si do vazhdoja në atë lloj profili. Vazhdova përsëri me grupin e baletit, kur përsëri u tërhoqja në disa gjëra të vogla derisa erdhi pastaj Portokallia, Dancing edhe te baleti ngela, madje tek Dancing vazhdon të vetesh edhe pse je në rolin e moderatorës. Sigurisht kalimi nga Top Channel në vizion për projektin Dancing with the Stars ka qenë një shtysë e fortë. Fakti që ishte një patent ndërkombëtare, kuptohet një nga më të mirat në botë. Edhe shumë e ndjekur. Një emision live që ka kuptohet të tjera sfida për një prezantues, ndryshe nga emisionet e xhiruara. Live është live, ka emocione të tjera, ka përgjegjësi shumë të mëdha, plus që është patent ndërkombëtare. Ti ke një bibël ku duhet t'i përmbahesh asaj, që quhet Bibla e Patentës, edhe ndiqet në gjithë botën. Unë jam me fat dhe shumë e nderuar që kam qenë pjesë e atij produksioni. U bë goxha sezone tani. Po, për 5 vjet rreth. 5 vjet, po, e vërtet. Ndërkohë partnerët edhe mund të jenë ndryshuar. Partnerët janë ndryruar. Partnerët janë ndryruar. Do të ketë një Dancing 7 i bie si do të ketë, por unë nuk jam autorizuar të them asnjë lloj mesazhi tani, sepse kuptohet tani mbyllet sezoni, janë pushimet, pastaj stafi mblidhet për të vendosur gjithçka. Nuk do doja të përqendrohesha shumë në këtë pjesë, megjithatë më vjen të pyes sigurisht, nuk e di se sa e ke lexuar portalet apo se sa i updateuar, megjithatë ka qenë një deklaratë e Drinit Zeqos, që ka thënë se me AMI nuk patëm kimi, në sensin nuk do doja të tekstualisht nuk do të bashkëpunoja prapë. Nuk e kam lexuar, por ma kanë thënë. Ke diçka për të thënë në këtë pjesë? Çfarë ka ndodhur realisht? S'ka ndodhur asgjë, vjen edhe të qesh me të drejtën se është një kohë e kaluar. Pas Drinit unë prezantova me dy djemtë Rudin dhe Mateo. Me Rudin dhe Mateon, që kaluam shumë mirë. Por nuk e di, Drini ndoshta ka dashur të jetë më superior në skenë, gjë të cilën patenta nuk ja lejonte. Unë nuk kisha çfarë të bëja. Kështu që e heq përgjegjësinë nga vetja. Ti për shembull do doje të bashkëpunoje prapë me Drinin? Po, ndoshta jo.
Përderisa ai s'do. Ka shumë të tjera. Po jo, është një gjë, më vjen keq që ka përjetuar në atë lloj forme, sepse patent ai ka shumë të ndara pozicione dhe ndoshta drini aty erdhi me tjerë pritshmëri, por Kjo ishte formula edhe duhet zbatuar. Sigurisht. Çfarë ndodh në familjen e Amit? Si është djali njerë Joeli? Joeli, sapo kaloi 3 vjeç e gjysëm, shkon në Kopësht. Është një çik i rëmujshëm ose i zhurmë, vërtet? Është i rëmujshëm, i ngjan Ermalit. Në këtë pjesë, por unë jam shumë e lumtur sepse ai është djalë dhe duhet të ketë një karakter të hedhur, duhet të jetë i vendosur dhe këmbgulës në ato gjërat që do, siç është realisht, edhe pse është pak i lodhshëm për mua në këto vitet e para, por jam i lumtur se mendoj që do jetë një karakter i hedhur. Po, është e vërtetë se kur kam patur të ftuar Ermalin, më ka thënë që ne nuk i bërtasim djalit. Domethënë flasim me një zë shumë të ulët, shumë të qetë. Jo, po pse të bërtasim? Po se jemi mësuar ne shqiptarët, jemi në kështu tani çfarë bëjmë? Se duhet bërtasim, jo, ne në fakt keqardhja ime e këtyre viteve me Joelin është vetëm koha. Për shkak të impenjimeve që kemi, nuk kemi shumë kohë, aq sa do donim të kishim për të kaluar të tre së bashku. Ne mbledhemi në darkë në shtëpi, ndonjëherë në darkë vonë, ndonjëherë Ermali më shumë të dhe me impenjimet e tij gjatë darkës kalon dhe ditë pa e parë, kështu që këtë keqardhje kam. Nëse do kisha një peng në periudhën që po kaloj nga të gjitha benefitet, bonuset dhe të mirat që fatmirësisht Zoti na ka dhënë, është vetëm koha e pakët që po kaloj me djalin. Megjithatë, nuk është se jam e vetmja, të gjithë prindrit në bizneset, të gjithë prindrit në karrierë, kanë impenjime, kanë një jetë dinamike dhe fëmijë gjithashtu rriten dhe e kuptojnë. Reagon Joeli në këtë pjesë, thot ndonjëherë për shembull që ku është babi ose ku është mami? Ka filluar kërkon sepse ai do vazhdimisht të argëtohet. Nuk mjafton as kopshti, as të dala ndonjëherë një në 2 ditë ose qoftë edhe për ditë, do vazhdimisht nuk ngopet. Është instinkti i fëmijës që do gjithmonë më shumë. Kështu që ka filluar kërkon, na merr në telefon tani. Ashtu ka filluar edhe me teknologjinë. Kush me kanë gjarë Ermalit për teknologjinë, sepse do qeshësh, po ndoshta disa opsione të celularit, Joeli din ndoshta t'i përdori më mirë sa unë. Unë nuk jam e dhënë shumë pas teknologjisë, kështu që... Ti janë të zgjuar dhe ditët e sotme, më i lidhur me ty apo me Ermalin? Në fakt, më i lidhur. Fëmia ka një gjë që e kupton shumë mirë rolin e prindërimit, e kupton shumë mirë që rolin e të bërit gati, të vënies rregullave, përgatitjes e këto gjërat që bëjnë mama, e di që do t'i bëj me mua. Ndërsa lojën, argëtimin i ka sytë Ermali pastaj. Për shkak të kohës pak që kalon me Ermalin, është pak më i dëshiruar për të qëndruar me atë. Dhe kur ai futet në shtëpi, ai hidhet. A të bëhet nami pastaj, imagjino çfarë zhurmë ndodh edhe. Në fakt dua ta përmend edhe një herë më shumë intervistën me Ermalin, që më ka thënë se beson tek ligji i tërheqjes, që ti i kërkon gjëra dhe ato të vinë. Dhe më ka thënë ndoshta që edhe ju i shkruani shpeshherë gjërat që i dëshironi. Apo jo, është e vërtet kjo pjesë? Shumë e vërtet. Neve kemi fakte reale në jetën tonë për sfidat që i kemi kaluar, për objektivat që i kemi vënë vetes, që i kemi të realizuara në sensin që nuk është se na i ka dhuruar njëri, po i kemi të realizuara kur i kemi vënë atë fiksimin vetes dhe kemi punuar fort për të arritur. Dhe mendojmë që asgjë nuk është e paarritshme. Besojmë te ky ligji i tërheqjes dhe ligji i dëshirimit të gjërave dhe se gjërat janë të arritshme, gjërat janë aty, ti vetëm duhet të gjesh mënyrën se si ti afrosh tek vetja. Ne besojmë shumë te kjo gjë dhe vetëm gjë është. Okej, që një çik skeptike në fillim. Jam skeptike, unë nga vetë natyre jam çik më tërhequr ose çik si i thon më me këmbë në tokë. Jam më racionale, nuk fluturoj shpejt ose nuk fantazoj shumë. Jam çik më racionale, edhe se Ermali në këtë rast, në rastin konkret. Por që fakti na ka vërtetuar të dyve që kjo gjë ekziston dhe ky është një ligj. E kanë thënë autorë të mëdhenj, e kanë vërtetuar personalitetet të mëdha në gjithë botën. Funksionon. Duhet vetëm t'i kërkosh gjëra, t'i kërkosh me dëshirë, pasion dhe të punosh në rrugën drejt arritjes së tyre, jo se ti do rish dhe i kërkosh do të vinë. Po, patjetër, diskutohet, duhet edhe të lëvizësh vetë. Lëvizësh shumë vetë. Duhet lëvizësh shumë. Mua më kaluan këto sekonda pa i kuptuar fare. Po kemi ardhur në fund.
Sa po ka kaluar gjysmë ore që Unë jemi doja bashkë shumë në të këtë vazhdoja, është një intervistë shumë e këndshme edhe jam po ndjem shumë rahat. Faleminderit shumë. Nëse ke pyetje tjera, do pim një kafe. Okej. I diskutojmë Faleminderit kafe. shumë. Faleminderit Të shumë. kam jeni pritur shumë dhe të jam mirë. shumë e lumtur që ti më në fund vërrite për të folur për gjëra të bukura siç ato që gjithmonë realizoni tek Ami Event. Faleminderit shumë edhe jeni staf i talentuar, me energji dhe të gjithë të rinj, ju përgëzoj për punën që bëni. Faleminderit edhe ti shumë.